Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Nga Fjanisim. Me ne sot është Firdeus Kasa, një programues i cili ka filluar programimin që në moshë të hershme 11 vjeçare. Sot është 19 dhe zotëron një kompani të tillë private. Firdeus, mirë se erdhe në podcast. Shmënderit për ftesën. Kënaqësi. Si e përshkruan fëmirin tënde? Ku ka filluar pasioni jot për programimin? Pasioni për programimin do ta thoj ka nisur më shumë të hershme, do të thënë me të krijuarit kompjuterin tim të parë dhe të vazhdojmë të krijojmë website-in dhe aplikacionet e para, do të thënë Në moshën 11. 11 vjeçar. Më vonë kam punuar në një sistem bankar në Shqipëri, ku ka qenë puna ime e parë. Moshën 11 vjeçare kam punuar më shumë me website-e të vogla, të krijoj databazat e para dhe ato hakimet e para që quhen në profesionin tonë. Në çfarë moshe? Mosha 11 vjeç. Dhe me thënë, kur ka qenë ai momenti që ti video të lojra të ndryshme siç luajnë të gjithë adoleshentët, fillove ti marrësh shumë seriozisht dhe të shikosh në një sy tjetër? Moment që futesh në profesion e kupton se sa e bukur është të shikosh krijimin tënd, të lëvizi, ta provojë njerëzit e tjerë që në moshë të hershme, domethënë ta shikosh se si ai karakteri fillon dhe lëviz godet me superfuqitë e tij, ose të shikosh website-in tënd me produktet e një klienti, të bën të ndihesh dhe më mirë dhe të frymëzon që të vazhdosh dhe më shumë, të krijosh më shumë. Dhe unë këtë e vura re më shumë të hershme, kur vura për herë të parë të krijoja lojën time të parë dhe ta testonin miqtë e mi, të afërmit e mi dhe thosh pse nuk e bën të merr feedbackun e tyre, të krijoja më shumë gjëra të reja dhe të veçanta për atë pjesë. Po mirë, 11 vjeç nuk e mëson në shkollë apo jo? Si në mënyrë autodidakte apo kishit një shembull në familjen tuaj që filluat të bënit provat dhe të mësonit më shumë rreth kësaj fushë? Gjithashtu familja ka qenë frymëzim që unë të vazhdoja më tutje, të ecja me update-ja pa të mia të parë, por edhe në mënyrë autodidakte. Çdo gjë që ne duam të mësojmë në çfarëdo lloj fushë, për mendimin tim mund ta mësojmë në mënyrë autodidakte, nëpërmjet kurseve të YouTube-it, nëpërmjet kurseve që mund të paguhen në faqe të ndryshme që ndodhen online. Dhe në këtë mënyrë unë nisa atë rrugtimin tim të parë duke mësuar në YouTube, për shembull, të krijoj website-in tim të parë, databazën time të parë, lojën time të parë dhe si ta nxjerr atë ta bëj publike. E testonin shokët e tua apo testoj edhe ti vetë? Unë jam shumë i keq në lojra. Unë çdo lloj loje që mund të kem krijuar, kam qenë shumë i keq dhe nuk vazhdoj dot më shumë se nivelin e parë, ato çaj quajmë ne që krijojmë nivele, por shokët e mi domethënë thoshin, është shumë e lehtë, nuk e di si e quan ti të vështirë këtë, mund të japësh këtë feedback, mund të bësh një nivel më të vështirë, mund të shtosh këto superfuqi. Domethënë varet se kush e teston lojën, ose unë për vete nuk e kam pasur asnjëherë të lehtë. Ose ndoshta s'ke pasur kurajshtjes të ka tërhequr fakti i lojës më shumë se sa ta programosh dhe ta krijosh ti lojën nga e para. Aplikacioni i parë që ke shitur kush ka qenë? Aplikacioni i parë që kam shitur ka qenë ky i sistemeve bankare, kur krijova një sistem ku punojësit mund të shikonin tranzaksionet, mund të shikonin çfarë tasis kanë për të bërë gjatë ditës, të logoheshin, domethënë sistem backendi për punonjësit dhe për administratën kryesisht, se si duhet të menaxhonin ditën dhe vazhdim. Po mirë, këto përveç se informacionit në programim kërkojnë edhe informacion më të thelluar në fushat përkatëse që në raste konkrete të sistemit bankar. Ku i ke mësuar kaq i vogël? Ai kuptoje? Kjo është ajo e veçantë e programimit dhe fushës tonë, që ne duhet të jemi sa më shumë fleksibël me çdo profesion tjetër. Siç janë banka, siç janë urbanistika, mjekësia gjithashtu. Kemi pasur shumë projekte të ndryshme që kemi marrë dhe çmime në fushën e psikologjisë, në fushën e personave me aftësive të veçanta, që na përfshin neve që të mësojmë dhe më shumë rreth fushave të tjera dhe të jemi sa më shumë fleksibël në këtë pjesë, sepse një programues duhet të di se si funksionon vërtet një arkitekturë për shembull, ose si funksionon fusha e mjekësisë, sepse ato do ta implementojë, patjetër, do ta kuptojnë të gjitha skajet e saj për ta bërë sa më mirë programimin apo jo. Po aplikacionin me personat me aftësi të kufizuar që fitoi edhe çmimin e parë ndërkombëtar apo? Në Bruksel, po. Okej, çfarë moshe ka qenë dhe si lindi? Ka qenë mosha 17 vjeç, kur mora pjesë në këtë konkurs. Ka qenë një konkurs shqiptar ku duhet zihen në disa kategori të ndryshme, formë hakathoni.
Dhe ne grupi Unio, zgjodhi fushën e personave ftohtësi të veçanta. Dhe ajo çfarë bëri më të veçantë, që mori vërtet shumë zë, ishte për shkak se u krijuan në vetëm 2 ditë. Ndërkohë ky ishte një konkurs ndërkombëtar apo jo? Nuk është se Ndërkombëtar, ishte kombëtar. konkurruam në fillim në Shqipëri, që të zgjidhesh të përfaqësuesi shqiptar, e më vonë në 15 shtete të ndryshme të Dhe Europës. çmimin e parë morët në nivel ndërkombëtar. Në nivel ndërkombëtar Çfarë dhe ishte kaq e kombëtar. veçantë? Çfarë kishte kaq të veçantë ky program? Përveç kësaj që u krijua vërtet në një kohë shumë të shkurtër, ishte që gjatë këtyre ditëve u krijua dhe inteligjencë artificiale e gjitha vetëm për aplikacione, që ti mund të mësoj gjuhën e shenjave, mund të mësoje të përshtatesh te programi me ty, jo ti të vendosësh specifika, për gjatë kohës që ti e përdorje, programi përshtateshte me ty dhe mësonte se çfarë ty vërtet të duhet, që të mësosh në kategori të ndryshme, që të jesh të përfshihesh sa më shumë në komunitet të bërit inkluziviti, domethënë, midis personave si të veçanta dhe komunitetit, pjesës tjetër të komunitetit. Firdeus, në këtë kohë që ne po jetojmë ku inteligjenca artificiale ka bërë namin dhe ChatGPT-ja është shoku jonë më i mirë, si ndihesh ti që je në këtë fushë? Kjo të jep më shumë motivim për të punuar dhe për të bërë më i mirë në fushën tënde, apo dhe të demoralizon pak për të ardhmen e shoqërisë? Shumica e personave mendojnë që duhet demoralizuar nga kjo pjesë për shkak se inteligjenca artificiale po fillon të zëvendësoj disa fusha të caktuara. Po edhe burimet njerëzore, edhe njeriu që është resursi më i madh. Resursi më i madh gjithashtu, por edhe fusha të kategorive të ndryshme, dizajni, programimi, këto po, unë nuk e mendoj kështu. Inteligjenca artificiale është krijuar si një tool për të ndihmuar njeriu. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në revolucionin industrial gjatë viteve, ku njerëzit mendojnë që do zëvendësoheshin nga makineritë e prodhimit të mëdha, por e ndihmuan njeriu për të zhvilluar dhe për të evoluar në teknologji në fusha të ndryshme. Njëjta gjë po ndodh me inteligjencën artificiale, që do na ndihmojë neve të krijojmë gjëra më të mëdha se ka parë njerëzimi deri në tani. Po më pak dembel? Do na bëj kjo inteligjencë artificiale? Do më pak dembel, po ka hapur shumë fusha të reja të ekonomisë gjithashtu. Çfarë arsimi ke ndjekur, Firdeus? Unë kam mbaruar arsim profesional, gjimnaz profesional 4 vjeçar për IT. Ku? Te Hermann Gmeiner, edhe tani jam duke ndjekur gjithashtu vitin e parë për bachelor të shkenca kompjuterike në Polis. Si mendon nga deri tani, mund të jetë një person të cili nëse vazhdon të ndjeki këtë lloj arsimi mund të ketë arritje të mëdha, apo duhet edhe talenti dhe pasioni shumë i madh për këtë fushë që të arrish të bësh sukses dhe të rezistosh në këtë fushë? Çdo gjë është me pasion, po pjesa e arsimit është e nevojshme. Të mësosh, për shembull, arsimi profesional unë e vlerësoj shumë për atë çfarë ka dhënë studentëve që ne e kemi ndjekur si grup, që është një grup vërtet shumë i vogël, për shkak se arsimi profesional ka një stigmë që ti po shkon profesional vetëm se nuk ke një mesatare të mirë nga 9-vjeçarja, por arsimi profesional me vërtet ty të formon edhe të nxjerr në tregun e punës në moshë shumë të hershme. Ashtu siç ka ndodhur dhe me ty. Shumica e persona kanë dalë që në vit të dytë gjimnazi në punë dhe kanë punuar në kompani që kanë të detyruar që të dalin në punë. Përndryshe nuk diplomohen. Kjo është një arsye që njerëzit ta zgjidhin më së shumti për faktin që të futen më shpejt në tregun e punës dhe të kenë atë pavarësinë ekonomike dhe financiare, apo është pasion i madh që i zgjedhin këtë lloj degësh dhe arsimi profesional? Mund të nisi ajo motivimi për të marrë lekun e parë, për të qenë sa më i pavarur ekonomikisht, por edhe pjesa më vonë krijohet ai frymëzimi që prit se kjo që janë diçka shumë e bukur. Unë mund të krijoj gjëra që mund të vlerësohen nga njerëz, mund të ndihmoj njerëz të grup moshave të ndryshme dhe mund të japi emrin tim gjithandej. Kjo ka qenë ajo që më ka frymëzuar mua kryesisht, që unë mund të krijoj gjëra që njerëzit e përdorin dhe japin një frymëzim të tjerët, sidomos të rinjt. Si e ndjer kur ke fituar lekët e tua të para? E mban mend apo ke qenë i vogël? E mbaj mend. Gjëja e parë që kam dashur të blej një skuter elektrik. Ka qenë nuk e di pse kam dashur atë, më ka pëlqyer shumë, ose një biçikletë, por është një ndjesi shumë e mirë që puna ime është vlerësuar. Pavarësisht komplimentave dhe të tjera, është një lloj motivimi dhe një lloj vlerësimi gjithashtu që të shtyn që të ecesh më shumë përpara. Ka qenë familja jote një nxitse shumë e madhe që ti të vazhdosh të rrugtim? Po, dhe i vlerësoj
Po, shumë, te i mase shumë për shkak se më kanë ndihmuar, më kanë dhënë sugjerime, më kanë ndihmuar në hapat e mia të parë gjithashtu se si të filloj në tregun tim të punës, sepse normalisht një 13 vjeçar, 14 vjeçar që fillon punë, nuk është se është përballur shumë me pjesën e jetës. A është e vështirë ta menaxhosh? Kohën e lirë me Kohën e lirë, pasionin, punën, të ardhurat që ti fiton? Je në moshë shumë të hershme, je futur dhe është një lloj rrethi vicioz shumë i vështirë për të menaxhuar ndaj një fëmijë. Ti si e ke ndjerë këtë presion? Në fillim është e vështirë, për shkak se nuk ke eksperiencën e duhur, por me kalimin e kohës krijohet ajo eksperjenca ku ti mëson përveç se të krijosh kompaninë tënde, sipërmarrjen tënde të parë, mëson dhe nga aty ku ke punuar më përpara, se ku janë problematikat, ku janë gjëra që ti mund të përmirësosh dhe çfarë mund të bësh diçka të tillë përbashkët ose diçka më të mirë. Është e vështirë për shkak se ti vjen pa eksperiencë në një treg të hapur me peshkaqen, i thon. Për shkak se edhe vet në moshë 16 vjeç, 17 vjeç futesh në këtë oqean të thellë dhe nuk di çfarë të bësh se A ka konkurrencë të madhe? Ka konkurrencë. Konkurenca është ajo që edhe të shtyn. Po me veten? Me veten gjithashtu është motivim që të shtysh veten më shumë përpara. Është motivim shumë i madh, por nga ana tjetër, a është një fushë që gjithmonë duhet të updatohesh me ndryshimet e reja, gjithmonë duhet të kërkosh dhe të mësosh sa më shumë nga fusha të ndryshme që ti të jesh sa më i suksesshëm. Çdo ditë, çdo orë, çdo sekond, të shikosh se çfarë updatohet në teknologji, çfarë dikush tjetër po e bën dhe ti nuk e ke bërë, sepse nëse ti mbetesh mbrapa, dikush tjetër mund ta bëj. Për shembull, kemi brende të mëdha, kompani të mëdha që kanë krijuar inteligjenca të mëdha artificiale, po ka fëmijë mosha ime që janë të fshehur në fshatra të ndryshëm, që kanë krijuar akoma teknologji dhe gjëra shumë të bukura që mund të futen dhe të implementojnë nga këto brende të mëdha. Ti ke hapur dhe kompaninë tënde apo jo? Në moshën? Në moshën 17 vjeç, 16. 17 vjeçar, si po ecën? Shumë mirë. Ka qenë një rrugtim vërtet shumë i vështirë në krijimin e ekipit fillimisht, që është gjëja më e rëndësishme e të krijuarit një kompanie, por ka pasur sfidat, uljet dhe ngritjet e saj. Si ka emrin kompania? Kompania ka emrin Union Corp, dhe po bëjmë gati 6 vite që në 2019 në një korrik, fiks një korrik. Okej, dhe keni stafin prej? 10 personash. 10 personash? 10 persona. Kush është puna më e vështirë që ti bën? Puna më e vështirë është shitjet, marketingu, sepse këto gjëra i ka marrë vetë përsipër edhe të formimit të mbajturit një ekip sa më të fortë midis klientëve dhe ekipit duhet jetë sa më i fortë për shkak se nëse nuk është ekip i mirë, puna nuk ka për të qenë e mirë. Ti je pra lidhja midis klientit edhe ekipit. Si je si shef, Firdeus? Nuk më pëlqen të më thrasin si shef, them drejtën, për shkak se dua të krijoj atë në ekipin tonë që është komforti midis komunikimit, midis meje dhe kolegëve të mi. Nuk i them as edhe punonjës, sepse i quajmë më shumë si kolegë, sepse ne bëjmë gjëra të përbashkëta, kryejmë punë të përbashkëta për klientët dhe argëtohemi në një farë mënyre. Është një formë argëtimi. Gjithashtu përveç kësaj që është ajo marrëdhënia shef punonjës, unë mundohem ta shmangsa më shumë duke kryer aktivitete të ndryshme midis kolegëve të mi, udhëtime, lojra të ndryshme që mund t'i bëjmë që na krijojnë atë bondin midis njëri tjetrit. Jeni dhe kolegët e tu, le të themi, janë moshë të rinj të gjithë apo jo? Unë jam i vogël. Ti je i vogël. Kush është fasha e moshës? Mendoj e kam pasur gjithmonë nuk është se jam më i vogël, kam moshatar të mi gjithashtu, por e shikoj gjithmonë që të rinjt e sotshëm ka nevojë për frymëzim. Mundohem që t'i jap atë frymëzimin, por nuk është se janë gati gjithmonë për tregun e punës. Është shumë vështirë të gjesh vërtet të rinj që janë gati për tregun e punës, por kanë frymëzimin për të mësuar gjithashtu dhe kanë ardhur dhe kanë kaluar nga mosha nga më të ndryshme, si student shqiptar nga mosha 13 dhe sipër, po dhe student huaj Erasmusi, që ne u bë disa kohë që përrënojmë student Erasmusi dhe kemi marrë një pledge from EU Commission. Më bëj shumë qefi. Vera, ti je një frymëzim, ndoshta dhe personat e tjerë që do të dëgjojnë podcastin ton, do frymëzohen edhe do motivohen për të ecur më parë. Nga ta nisi një njerëz që ka një dëshirë, një pasion?
për të pasur një rrugë të suksesshme si kjo që ti po na tregon? Mjafton vetëm të ketë atë frymëzimin dhe mund të nisi çdo gjë duke kontrolluar në internet. Dhe ne kemi ofruar këtë për shumë kohë që të nisim nga zero, që nuk din as të përdorin kompjuterin, deri në atë krijimin e produktit parë dhe të punësohen. Ju bëni dhe trajnime në kompaninë tuaj? Për shkak se jemi në industri që është shumë e rrallë në Shqipëri, industria e Shumë e lërave. rrallë. A ka projekte që mund të implementohen dhe kryesisht në zonat që shumë të zhvilluara ose në përfshatra? Në Shqipëri nuk është se kemi pasur shumë projekte, jemi fokusuar më shumë në tregun jashtë. Kemi projekte shqiptare aktuale, por tregu jashtë është më i zgjeruar. Për shembull, ka shtete në Ballkan që kanë këtë industri vërtet shumë të zhvilluar dhe kanë disa vite. Mundësisht rankohen dhe në vendet para në Europë, jo vetëm në Ballkan. Sa vjeç ndihesh Firdaus? Kam bërë një quiz në internet, quizi sa vjeç ndihesh mentalisht dhe më kanë nxjerr 52 vjeç. 52 vjeç. Sa i lodhur më ndjehesh. Jo, nuk kemi lodhur. Nuk je fare lodhur? Nuk e di pse më nxjerr ashtu, ndoshta prej përgjigje. Prej përgjigjeve të tua të urta e të mendshme, sigurisht, po gjithë këto vite përvoj që ti janë bërë tashmë. Sa i lodhur ndihesh? Nuk jemi lodhur, kam shumë energji dhe dua të vazhdoj këtë deri në një moshë shumë të vonë, ndoshta te 10 vjeç, pse jo, Deri qëse te 10 më vjeç. jepet ajo Do bësh mundësia. pension të parakoshëm? Jo. Ja. Okej. Një gjë që dua të ndaj gjithsesi me ty është edhe koha jote e pushimit. Domethënë, gjithkohë si je në punë apo ndjek pasojë të tjera përveç programimit? Çfarë pasionesh ke? Kjo është shumë e rëndësishme, qëse do të vazhdosh industrinë e programimit, industrinë e teknologjisë, është shumë e rëndësishme që edhe kohën tënde ta kalosh gjithashtu duke kryer një sport për shkak se është vërtet që do të bëj burnout shumë shpejt ose ti përkushtohesh gjatë gjithë kohës. Çfarë sporti për shembull? Unë për vete bashkë me shoqërinë time kryejm futboll, calcetto, një herë në javë të paktën, ose edhe palestrën. Do të thënë sport çfarëdo, nuk është se ka ndonjë sport Thjesht ta mbash specifik trupin, që ta mbash ti trupin në aktivitet. vetëm trupin në aktivitet. Okej, po kjo shkputan, a dukesh ndonjëherë sikur shkputesh nga realiteti duke punuar me orë të gjata përpara kompjuterit? E mendoj shumë veta këtë. Ka persona që shkputen vërtet nga realiteti, që mbyllen në dhomën e tyre të errët dhe programojnë, krijojnë sisteme, por të punuarit në një kompani, të punuarit me një grup pune nuk të shkëput, mendimin tim, sepse ti ke një komunikim gjatë gjithë kohës, jep një gjithë kohës ide, nuk është programimi të mbyllesh e të japësh një zgjidhje, por të krijoni ide të reja dhe të gjeni atë problematik që nuk e gjen dot vetëm një person, po duhet një grup. Jeni një skuadër, pra dhe nuk e ndjeni shumë të pjesën e izolimit. Po mirë, po pushimet e tua ideale kush janë? Pushimet ideale. Apo s'keni kohë? Keni kohë që bëni pushime, të bëni Po pak pushime? kohë që nuk bëjmë pushime. Nuk bëni pushime. Personalisht që nuk bëj Po, pushime vërtet. Bosat para bëjnë pushime. Kur arrin nivel shumë të lartë ekonomik, atëherë fillojnë bëjnë pushime, thonë. Nuk e di. Ndoshta atëherë ke më shumë punë. Jo, i ke vënë ndoshta në vijë të gjitha gjërat edhe je i lirë për të ndjekur pasionet e tjera në jetë. Ka shumë bosa të tillë, për shembull marrim shembullin e bosit të Telegramit, shefit founderit të Telegramit që aktualisht Telegrami ka vetëm 40 punonjës, pa HR, pa burime njerëzore, edhe u dorëzua, bëri diku të 14 bilion dollar dhe tani thjesht po jeton jetën e vet duke udhëtuar. Nëse të ti Firdaus arrin një ditë të bësh kulmin tënd, do tërhiqesh nga kjo fushë? Edhe do udhëtosh? Jo, kur. Jo, kur, kaq pasione ke? Në disa revista të tjera më kanë titulluar si sfiduesi i teknologjisë. Edhe dua që ta mbaj gjithkohës të emër, që të sfidoj teknologjinë, aspekte të ndryshme. Cilat janë 3 aplikacionet ose 3 mjete që ti si ndan asnjëherë nga dora, që nuk mund të jetosh dot pa to? Aplikacione që nuk i ndan nga dora, kryesisht përdor të gjitha në një nivel të barabartë, por atë çfarë e kam gjithkohës në përditshmëri është LinkedIn-i, për shkak se marr informacione të ndryshme nga founderat të tjerë, bëj postime, jam gjithkohës aktiv. Po punët vetëm nga LinkedIn, nga kjo i merr nga i gjen lidhjet. Ajo është pastaj pjesa e shitjeve, që mundohemi të jemi sa më aktiv në për evente të ndryshme, në platforma online, SEO, dhe tregojmë sa më shumë aktiv se çfarë ne mund të bëjmë dhe se çfarë kemi arritur. Në fillim normalisht të gjesh punën e parë është shumë e vështirë, por gradualisht çdo gjë rritet për shkak se njerëzit krijojnë atë besueshmërinë midis teje dhe çfarë ti mund të bësh.
para disa podcastes kishim të ftuar edhe mamin tënd, e cila po ashtu është kaq e famshme sa ty. Jeta Kasaj pra. Dhe na mrekulloi, na foli shumë bukur për profesorin e saj, ashtu siç po na frymëzon ti sot. Pyetja ime është, kaq e zgjuar sa je, ka bërë mami ndonjë mix çajrash bio që ty të zhvillosh inteligjencën? Tani mami e di shumë mirë që mi bën, Po. por Ti a i pi? ndoshta nuk i përdor siç kërkon mami im që ti i pi ose ti i përdor. Normalisht që kur duhet, po kam marrë suplemente. Jo kur duhet, jo, kështu në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë Mënyrë të organike vazhdueshme, edhe në mënyrë ndoshta sa jo. natyrale, ndoshta jo. Kërkoj falje mamit për këtë pjesë. Do të thonë e ke natyrale pra. E ke Natyrale. Si ndihen prindrit e tu për ty? Sa krenar janë nga 1 deri në infinit? Ma shprehin gjithmonë që janë shumë krenar për këtë pjesë, që kam ndjekur atë çfarë vërtet kam pasion dhe e shikojnë gjithkohës arritjet e mia, shikojnë gjithkohës atë çfarë mund të bëj dhe janë gjithkohës krenar për këtë pjesë dhe mundojnë që të më shtyjnë gjithashtu dhe më shumë. E shikoj shumë që flasin të pjesa e shoqërisë së tyre, që djali im kështu, djali im ashtu. Po ti sa ke dashur që ti bësh prindrit tu krenar? E ke ndjerë ndonjëherë këtë pjesën e jo turistnisë, po qefin që ta arrish disa gjëra që ti bëj prindrit e mi krenar? Ka që një nga synimet e mia, domethënë që kur e kam nisur që të bëj prindrit e mi krenar me atë çfarë unë mund të krijoj, sepse është diçka që vërtet frymëzon që si shikon dhe ata të lumtur, për shkak se ata kanë bërë sakrificën e tyre. Patjetër, është reciproke. Në kompaninë tuaj, kush është ndonjë kërkesë e çuditshme që ka ardhur nga klientët tuaj? Se besoj se janë të shumta Kohët e fundit, kërkesat edhe aplikacionet më të çuditbërëse që kërkojnë, besoj. kohët e fundit kam marrë vërtet shumë kërkesa të çuditshme për shkak se nuk e di se si, por një faqe memesh në TikTok bëri një postim për mua për mirë, edhe shumë shqiptar u bë shumë virale ai TikTok, diku te 400.000 views, edhe shumë shqiptar filluan të komunikojnë me mua duke më marrë në telefon nga orë më të ndryshme, si mund të hakojmë lavatriçën. Si mund të hakojmë faqen e të dashurës time, si mund të Okej, këtu qëndro. Vetëm një ka qenë kërkesë? Jo, të shumta, nga orë nga më të ndryshme, 1 natës, Vetëm nga thjesht- burrat, po nga gras ka pas kërkesa si mund të ndjekim burrin në GPS? Kryesisht ka qenë nga burrat, kryesisht. Kryesisht nga burrat. Kryesisht çuditërisht ka Okej. qenë nga burrat. Si ju përgjigje ti? Që fatkeqësisht nuk merremi me atë pjesë, po nëse të duhet ndihmë të krijojmë ndonjë program, jemi shumë të hapur. Çfarë programi për shembull? Jo programe për këtë pjesë, programe të ndryshme që mund të kesh ti nevojë në jetën e përditshme. Do me thënë s'ka zgjidhje në këtë pjesë. Nuk mund të jap një përgjigje për këtë pjesë. Firdaus, përveç këto gjë të bukura që bën ti, po në pjesën e hakërimit, ti në fakt do ta cekim edhe pak më vonë, je besimtar musliman apo jo? Po. Je praktikant? Praktikant. E ndjen këtë nevojën dhe dëshirën e madhe, se është pak njeriu natyrë që dëshiron të thyej rregullat, a e ndjen të dëshirën të hakoroj pak të sistemin? Hakerimin ndahet në disa nivele, që në hakerat e bardhë, hakerat e zinj dhe ka disa nivele të ndryshme përveç këtyre të dyave. Dhe unë personalisht nuk është se jam futur aq thellë që të bëj hakimin tim të parë në ato lloj nivele që të rëmbej ose të vjedh të dhëna të ndryshme, por hakime të vogla si cheat codes që mund të bëhen në servera të ndryshme lojërash që ka qenë Jo në lojra, jo, flasim kështu në sisteme, për besoj shembull që- të hakerosh për shembull besoj që semaforët aty për nis shembull. aty nis çdo gjë, nga lojra dhe pastaj vazhdon të krijosh hakimin tënd të parë, sepse që ose hakon një lojë, Ti 11 vjeç kishe hakeruar Robloxin, ë? Minecraftin. Minecraftin. Ka Ndjes. qenë një server me 200.000 shqiptar, ku bënin lojra të ndryshme dhe pse jo të bëja cheat code-in tim që të mira ato achievements para të tjerëve, sepse ambicia. Ambicia. E ke bërë paqe me këtë pjesë apo shpeshherë shkon mendja aty? Paqe totale. Ke bërë paqe totale, Paqe totale. okay. Firdaus, ne ti rritur në një familje besimtare praktikante, muslimane. Si ka qenë kjo pjesa e besimit me ty? Domethënë si është të rritesh në një familje që praktikon Islamin? Nuk ka qenë asnjë problem si me punën dhe të rritesh në një familje praktikante, për shkak se ai është besimi jot personal, ku ti gjen komfort gjatë kohës tënde jashtë pune, gjatë kohës që ti e praktikon. Nuk është se ty të shfaq probleme as në punë,
as në familje, Jo, as po në për shoqëri. shembull, ku ke shokët për shembull, nuk ndikohesh nga shokët për të bërë disa gjëra që janë të ndaluara ose disa kur flas edhe kur je në moshë pak më të Varet vogël. me kë shoqërohesh, se shoqëria ndikon shumë te ty, por nëse ti shoqërohesh me një shoqëri që ty të pranon dhe nuk ka asnjë lloj problemi me ato që ti praktikon, nuk ke pse ti të kesh probleme. Ti ke zgjedhur shokët si vetja apo më të mirë se vetja? Kryesisht shoqëria ime aktuale është ajo çfarë kam dhe në punë. Domethënë puna dhe shoqëria ka qenë E një ke me ndër një. vite, pra jeni të konsoliduar. Jeni të Kush ka qenë këshilla më e madhe që prindët e tu t'japin? Që e mban mend që i vogël. Edhe Këshilla kujdes këtu, kujdes aty. Këshilla më e madhe që më kanë dhënë që i vogël është për pjesën e rrugtimit tim që kanë ndjekur. Jo, në total, si njeri, flas si individ. Edhe si individ, është që ul kokën atëherë kur ti ke arritur diçka ose kur bën diçka të bukur dhe ngrihe kokën atëherë kur ti mendon që nuk ndihesh mirë me veten tënde për shkak se nuk tregon as më ndihmësi, nuk tregon as një hipokrizi në midis shoqërisë tënde dhe atyre çfarë ti mund të arrish. Pra ti jesh modest, pra kjo ka qenë nga Modest. vlera që gjithmonë ta kanë kujtuar. Vërtet, si shikon të rinj, moshatarët e tu, si shikon? Për shembull që 19 vjeç ndonjëherë nuk dinë çfarë do të zgjedhin, gjithë ditën flenë gjumë, shikojnë PlayStation, nuk merren me pasione, nuk kanë ndonjë ide se çfarë të bëjnë. Si shikon nga lupa jote? Kryesisht mundohem që t'i frymëzoj me këtë pjesë dhe t'i motivoj që të ndjekin ato çfarë duan, jo vetëm në fushën e programimit. I kupton, i mirë kupton I apo? mirë kuptoj. Kam pas shoqëri të tillë dhe nuk është se kam qenë vetëm i fokusuar në shoqëri rreth fushës time, kam kaluar në disa lloje shoqërish të ndryshme dhe i kam kuptuar pse e bëjnë këtë gjë ose pse janë në këto rrethana, sepse kanë kushte dhe rrethana të ndryshme. Njësoj siç kam pasur dhe unë kushte dhe rrethana të ndryshme për të ndjekur ëndrat e mia, pasionet e mia, dhe ata kanë kushte dhe rrethana. Çfarë këshille jep për shembull? Që të mundohen të bëjnë diçka vetë, të mundohen ta ndjekin atë ëndrrën e tyre dhe mos dorëzojnë asnjëherë. Asnjëherë në momentet që janë më të këqija, atëherë nuk duhet dorëzohesh, atëherë duhet të mundohesh sa më shumë që të arrish atë çfarë ti vërtet do. Sepse nëse ti dorëzohesh atëherë nuk është e kot. Ke pasur ndonjë dështim deri tani? Shumë, nëse merr parasysh çfarë un kam arritur dhe çfarë un kam dështuar në për konkurse, në për ato çfarë kam arritur, un kam dështuar më shumë se çfarë kam arritur në Por asnjëherë s'ke hiq dorë. Po asnjëherë nuk e hiq dorë, Dhe ky është sepse është ajo Chelsea. që të frymëzon më shumë. Si ndjehesh kur humb? Normalisht, Je më emocional ke fitore apo te humbja? normalisht mërzitesh, të dyja jam njësoj, por normalisht mërzitesh herë më shumë kur humbet, por mundohesh që të kuptosh se çfarë ti vërtet ka qenë problemit e ty dhe si mund ta përmirësosh këtë që të jesh më mirë në herët e radhës. Për shembull, konkursi i fundit që fituam para pak ditësh, ku do përfaqësojmë Shqipërinë në Finland, ndërmjet gjithë botës. Kam pasur 3 vite që konkuroj dhe kjo ishte hera e tretë që arrita të fitoj. Kjo është një këshill shumë e bukur sepse ne në përgjithësi kemi tendencën që nuk u pranova dhe nuk konkuroj më dhe heqim dorë. Ose kemi atë idenë që kam aplikuar një herë, 2 herë s'më zgjodhën edhe nuk e marrim me mundimin ta aplikojmë. Po ndonjëherë ky është Chelsea, pra i suksesit mos të heqësh dorë dhe kjo ishte një këshill me të vërtetë shumë e bukur. Firdeus, çfarë këshilla do japësh ndjekësve që po na dëgjojnë tani? Ajo që jap gjithmonë nëpër televizion është që kur mos u dorëzoni dhe vazhdoni të ndiqni ëndrat tuaja, siç e thash më përpara, gjithmonë në momentet tuaja më low, atëherë duhet të kuptoni vërtet, a doni ta vazhdoni këtë rrugtim apo doni të dorëzoheni dhe të shkoni atje ku ju ndjeni komfort, gjithmonë dilni nga ajo comfort zone jon, bëni diçka më të re, diçka që askush nuk e ka parë, edhe pse njerëzit do t'ju tallin në fillim, por Si do të tallën në fillim? sepse është ajo që thotë gjithmonë, ata që e kanë bërë më përpara, të kuptojnë, ata që nuk e kanë bërë ndonjëherë atë rrugtimin tënd do të tallen. Ke pasur persona që të kanë tallë? Tallur jo në atë lloj, por më kanë parë Që s'të kanë kuptuar. S'kan kuptuar ose më kanë parë me një këndvështrim ndryshe që çfarë thot ky, pse çfarë po bën realisht, çfarë po mendon, por gjithashtu është ajo që ti mundohesh më shumë që
ti dalësh kundra atyre që prit se unë vërtet mund ta bëj dhe kam parë shumë persona që kanë bërë. Ke pas persona që nuk të kanë besuar në fillimet e tua ose kur vetë që i prezanton një projekt ose lidh kontrata të ndryshme, a ke persona që janë jo shumë besues tek ty? Kam marrë pjesë në konkurse të ndryshme, është inovacioni, zhvillimi si startup, si kompani ku përveç se Union Corpi është kompani powerhouse, duhet ta kuptojmë këtë pjesë. Dhe nxjerr startupe të ndryshme nga aty programe të veta që i zhvillon me buxhetin e vet ose me buxhetet që mund të blidhen, fundraising. Dhe startupet që janë ngritur mund të ketë pasur shumë këndvështrime që pse kjo nuk ka për të ecur, por ka pasur shumë përpjekje dhe ato përpjekje kanë çuar në zhvillime që kanë dalë kundra këtyre personave që mendojnë që nuk ka për të ecur. Një qartë. Firdeus, ti ke pasur një mundësi burse për jashtë shtetit apo jo? Dhe ti ke qenë nga ata të rinj që ke zgjedhur të qëndrosh në Shqipëri, me mendimin e mirë se ky vend do bëhet një ditë. Bursa e parë që kam marrë, se kam marrë bursa të ndryshme që ishte bursa që është bërë dhe më publike, ka qenë në Vjenë. Në shumë media të ndryshme thonë në Universitetin e Vjenës, në universitete të ndryshme, por jo, nuk mund ta përmend universitetin, por ka qenë në Vjenë dhe kam marrë 80% bursë, që është bursa e plot, që ishte maksimumi që mund të jepnim. Dhe ishte shumë shpenzime të ndryshme, por gjithashtu dhe një vend pune në Vjenë. Pse refuzove? Për shkak se dua të përpiqem sa më shumë në vendin tim dhe shikoj që ka shumë potencial për të zhvilluar këtu ku je. Nuk ka nevojë që të largohesh edhe ato zhvillime ti bësh për shtete të ndryshme, shtete të tjera. Kur ti mund të zhvillosh në Shqipëri dhe mund të zgjerosh sa më shumë. Në fakt klientët e tu janë shqiptar apo janë jashtë shtetit? Do të si ke, ndoshta nëse ti punon me bazë në Shqipëri, por klientët e tu janë të huaj, atëherë është një zgjidhje shumë ideale. Kemi klient shqiptar që produktet e tyre i nxjerrin në Shqipëri, partner shqiptar, por gjithashtu kemi dhe klient të huaj që i punojmë nga Shqipëria dhe i dorëzojmë jashtë shtetit. E qartë. Firdeus, një pyetje shumë sinqert. Ke gënjur ndonjëherë për moshën? Jo, për moshën si kam gënjur. Që të tregosh që je më i madh ose mos të tregosh ose ta fshehësh moshën. Të tregoj realisht, unë kam nisur klasën e parë moshën 5 vjeç. Edhe unë kam qenë gjithmonë më i vogël në klasë dhe ka qenë në fillim tallnin ose ka qenë kjo pjesë vetëm aty mund të kam shtuar pak më shumë, kam qenë 6 vjeç, vetëm për të ndjerë më i përfshirë. Okej, vetëm kur ke qenë i vogël. Po kur u rritë pastaj tani që ke të kompaninë kështu? Tani më duket si mburrje. Moshën kur të pyesin, si mburrje. Tani më duket si mburrje, ta them për shkak se 19 vjeç me një kompani, 18. Në fakt si ndjehesh kur, sidomos të mediat kur të etiketojnë me lajme nga më të ndryshme gjeniu, a ndjehesh me vërtet gjeni? Apo je modeste? Bëhet qefi, sinqerisht, bëhet qefi? Më bëhet qefi normalisht sepse është një kompliment dhe unë vlerësoj shumë komplimentin që më bëjnë, por gjenie bën puna që tregon. Nëse ti e tregon vërtet punën tënde, atëherë quhesh gjenie. Ka pasur gjeni të ndryshëm nëpër botë që kanë arritur të bëjnë gjëra, po ata e tregojnë me punën e tyre. Mark Zuckerberg, Elon Musk, persona të ndryshëm që kanë treguar mendjen e tyre të ndritur nëpërmjet punës që kanë arritur. Po shi praktikant musliman, e tregon me krenari kur takosh të njerëzit? Patjetër, të gjithë. Si e ke të kollaj ta aplikosh fen, ta praktikosh në mënyrë sa më të mirë? Po, nuk e kam pasur asnjë problem për shkak se shumica mendojnë që kur futesh në punë do kesh probleme orare të punës. Ti je shef vet, me këtë problematikë është nuk ke, po kur flasim kur ke qasje me klientët. Kam punuar edhe në kompani të ndryshme, nuk është se kam qenë gjithkohës shef. Dhe gjatë kohës që kam punuar në kompani nuk e kam pasur asnjë problem. Biles më kanë ofruar vende ku mund ta praktikoj fen time pa problem. Namazet pra. Ta kanë kërkuar, ta kanë ofruar ata pra. Kanë ofruar vetë. Jo se ke kërkuar ti. Një dhomë private, jo. E ofrojnë vetë edhe nuk e kam pasur asnjë problem. Jo vetëm në një, por në disa kompani që kam punuar. Në një paragjykim ndonjëherë ke ndjer? Jo, për shkak se në një kompani supozohet që çdo kush të ketë inkluzivit midis njëri tjetrit, mund të kesh nga besime të ndryshme dhe ti ndjehesh i përfshirë sepse tregoni dhe bëni komunikime të ndryshme në aspekte të ndryshme. Unë përveç se në Shqipëri kam punuar edhe në Spanjë, që ka qenë, nëse marrim Spanjën parasysh, ka qenë një vend me besim të krishterë. Edhe nuk e kam pasur asnjë problem që në kompani që kam punuar në Spanjë ta praktikoj fen time. Në bëhet shumë qefi. Ka histori të ndryshme, në fakt dhe pyetja lind shumë natyrshëm. Ka njerëz që kanë ndjerë të lloj paragjykimi, ka njerëz që është ofruar krejt e kundërta. Firdeus,
Ku shikon veten në 5 vitet e ardhshme? 5 vitet të ardhshme. E kam një plan në mendje, kam menduar gjithmonë çfarë dua të arrijë në vazhdim, edhe synoj që të bëj diçka shumë të bukur si për shtetin shqiptar, por edhe të bëj diçka shumë të bukur për të rinjt. Dhe jam në hapat e mia të parë për të krijuar një qendër inovacioni, për shembull për të rinjt, për organizatat ku të gjithë ata që nuk e marrin lajmin first hand, ta ndihmojmë dhe të krijojnë produktin e tyre të parë. Për ta mbyllur, ke ndonjë gjë që duhet ta thuash që njerëzit ta dinë për Firdausin? Ose ke dëshirë ta ndash për motivim? Shumë gjë duan t'i dinë për mua sepse kam marrë komente të ndryshme nga persona të ndryshëm për shkak se është bërë dhe pak publik emri. Por gjithashtu ajo çfarë dua të tregoj është që nuk është se kam arritur direkt në këtë fazë ku jam. Ka qenë një rrugëtim vërtet shumë i gjatë, net pa gjumë, orë të tëra pune, që më kanë sjellë këtu ku jam. Nuk është se mund të bëhet overnight çdo gjë. Ajo çfarë dua të tregoj është që mundohuni sa më shumë dhe kur mos u dorëzoni. Të falenderoj shumë Firdaus që ishe në këtë intervistë, ka ishte kënaqësi totale. Kënaqësia është e ime. Faleminderit shumë që na ndoqët. Takojmë në episodin e ardhshëm.